ndryshe në Top Albania Radio. Ka ardhur. Ai po kënon ti duke ardh, ai po kënon mi. Bëhemi gati të kalojmë një orë së bashku me Jozi Marku. E sekonda këtitje në publikut. Më në fund gjejesh në sija ime. Pyetja e parë është pse nuk erdhe herën e parë. ngela në trafik. Trafiku gjithmonë. Edhe sot për pak e kam arrit. Për pak. Nuk e di basha di që caktojmë ne, shkojnë mbështjellën punë dhe E nuk e di pse gjithmonë që caktojmë në gjë do të ndodhi trafik patjetër. Kam besim ke shokët që ka me vete sa ata i dhan gaz Ata e sollën mi. Ta bëj unë atë që bëj. Bëj çika të bion për Jozin Ta hajt. bëjmë çika? Josefin Marko, i njohur nga publiku i gjerë si Jozi, është këngëtari që karrierën e tij e ka nisur në moshë shumë të re. Ka përfunduar liceun artistik Jordan Misja Jozi, gjithashtu Akademinë e Arteve, duke dedikuar gjithmonë asaj që ka për zemër dhe dy të bëjë më së miri muzikës. Ka bashkëpunime të shumta me emra të njohur kompozitorësh, me Silven Monxhulali, Irken Cyka e shumë të tjerë. Jozi, publiku i gjerë e njohu edhe më shumë nëpërmjet Big Brother VIP Albania 4, një ndër personazhet që spikati me batutat, me lojën, dashurinë për një banorje, daljen, hyrjen, daljen me Zarfzi, rikthimin. Por mbi të gjitha njerëzit do ta mbajnë mend. Për këngët e ditë bukura. Për këngët e ditë bukura. Jos, për ta nisë nga muzika, ashtu siç e nisa dhe unë në bio. Cila ka qenë skena jote e parë? Ku je ngjiti për herë të parë? Që i vogël, gjithmonë jam gjitë në festivalet e vendit tim. Gjithmonë kam qenë në festivalet e fëmijëve, ëh? Po, që fëmijë i vogël dhe gjithmonë organizoj festivalin në shtëpinë time, si thonë. Unë isha i primari, pastaj vinin të tjerë. Gjithmonë kam kënduar live, gjithmonë kam pas ato aftësitë e mia për të kënduar pa orkestër. Po zhanrin që ke kënduar më së shumë ti? Domethënë cili është zhanri yt tani sot? Atëherë, unë jam tek popi, folku, gjithmonë tek modernja. Por aftësitë e mia më fusin në shumë rrymë dhe në rryma popullore për shembull. Falenderoj Zotin, po. Popullore, balada. Balada, këngë festivalesh. Po në tallava. Ne. Ja. Është muzikë e bukur, po. E bukur është, por nuk është. Ja. Mirë, ne kemi përgatitur sa pyetje, jo sepse ne vim përgatit. Shife. Ti nuk e ke problem, nëse nuk do të përgjigjesh, mos u përgjigj, ëh, po. Okej. Sepse ti je nga në përgjithësi nuk i kërkojmë pyetjet, por ti je nga të vetmi që ka thënë pyet sa dush se kështu që ne do pyesim çfarë duam ne. All in. Tani pyetja e parë është, ti je një artist i fortë apo një i fortë si artist? Jam i fortë si artist. I fortë si artist, po. Shumë Po dhe artist i fortë është. Tash për sa kohë tregut i mbizotron, se është luftë e fortë, si tha Sinani, jemi një grup tha që I fortë si artist, këtë tha. Po bra. Se unë thash artist i fortë që të rreft bërtit. Se më tha i shok, o bo artist, o bo i fortë. Ky ka dyja. Ky ka të dyja. Ai më se nuk tref ai. Një përfito dy. Një përfito dy. Mendon që je shumë i gjatë për të qenë këngëtar? Se unë nuk njoh këngëtar më të gjatë se ty. Të prish punë kjo gjëja ty? Jo, mas pa. Jo, ha? Kjo mi ka hap gjitha rrugët. Sa i gjatë je Jozi? Jam diku 1.92. 1.92. Është puna që kur del ky sken, se skena është dhe 40-50. Edhe jo. 2.8. Ej, po ti se mba më të vjetë ke Big Brother, domethënë ishte mirë që ishin ul, se kur u çonte jo. Dgjoj, kjo ishte pyetje për këto pyetje pa nivel, po ka pas raste për shkak ke shkuar në një koncert ose në një lokal ke kënduar. Edhe ai pronajës ta ka dhënë pagesën. Edhe ti ja ke futur për shpull. Ka ndodhur herë? Jo, nuk ndodh. Apo s'ka ndodhur që mos japi pagesën? Më thanë drejt se kam imagjinuar se ku më di se si mund bëhet. S'ka ndodh. Inshallah se ka marrë Zoti me ndguj. Jo, më pëlqen shumë sepse sa kështu duket sa Po. Edhe është Po unë prandaj e du fort, jo, se nuk ka lidhje fare me atë siç menduan shumë njerëz. Shiko, të them një është fun fact, një fakt shumë për qesh. Po. Unë Jozën, domethënë e përkraja vjet në Big Brother dhe më pëlqente shumë. I bëra dhe follow në Instagram, mundova të lidhesha me familjarët e tij. Sapo doli me Zarfzi erdhi në studio, bëm një emision të mirë e gjitha. Ndodhi ai momenti i shpullës. Personi i parë që e ka bën follow jam unë. Vërtet? E bëra follow? Edhe të fortë, kjo kishte qenë tersi. Se sa më që kjo follow më kthy gjithë publikun në favor.
Kjo pas ka qenë tjerë. Kjo pas ka qenë ajo çimja keq. Po pse e bëra un follow dhe pastaj njerëzit. Pastaj ju bënë bashkë me turmin. Po në fakt, për të ndalur pak te ky momenti që sot neve e kujtojmë dhe bëjmë dhe këto batutat, po sigurisht që në atë moment u komentua unë Dezrieti. Nuk ishte momenti i bukur i Jozit. Absolutisht. Po pse mendon ti që fiks pas atij momenti njerëzit u bën kaq shumë me ty, hapi Instagramin e Jozit dhe shtoheshin për krajet, komentet. Çfarë mendon që i bëri njerëzit pas teje, pas atij gjesti që shqiptarët ku po e komentonin për keq, ku kthyen pastaj anën e... Nuk e di, ndoshta janë edhe ato parimet njerëzore që edhe publiku e kupton që nuk do të shkelen. Ndoshta njerëzit janë bë bashkë me mua, kanë menduar që ku me di se si ka reaguar, si e ka ndija ai. Dhe në përditshmërinë tonë ka mjaft njerëz që përballen me disa situata që nuk pranojnë të shkelin ato parimet e veta dhe se ka shumë zënka, kemi edhe në familjet tona zënka. Mirë, veprimi ishte i shëmtuar, por pse u bë, kishte një arsye shumë të fortë. Pse u bë pra, këtë pyes Domethënë qëllimi kishte arsye. Jozi po thotë që njerëzit mund kanë kuptuar se dikush më shkeli aty ku nuk duhet shkelën. Është dhe kjo pjesa që mendoj unë që për shkak kësaj çfarë po ndodh, njerëzit bëhen kurioz më shumë, jo se për krajin apo nuk e për krajin po të shtojnë 100.000 veta, nuk është masivitet. Aq. Do ju ndërpres çuna se ka publicitet. Sa unë zemë.